Fenomeni Shkodran Louise Ailey ka ngritur sërish temperaturat në rrjetet sociale, kësaj here jo me ndonjë këngë të re apo dalje publike, por me 2 fotografi të publikuara në profilin e tij në Instagram që kanë bërë buj brenda pak minutash. Në imazhet e ndara me ndjekësit, Louise shfaqet në një ambient të brendshëm, i ulur rehat në një divan, me një vështrim të qetë dhe një buzëqeshje të lehtë që lë të kuptohet se diçka po kurdiset. Fotot bardhë e zi, të realizuara në mënyrë profesionale, i japin postimit një atmosferë misterioze e njëkohësisht elegante, duke ngritur dyshimet e fansat për një projekt të ri artistik që mund të jetë duke u përgatitur në heshtje. Pamja e tij e përqendruar, veshja me stil dhe ambienti i qetë japin idenë e një momenti reflektimi apo përgatitjeje për diçka të madhe që po vjen. Ndjekësit e Louisit nuk kanë qëndruar indiferent ndaj këtyre postimeve, përkundrazi, komentet kanë vërshuar menjëherë, duke pyetur nëse këngëtari po përgatit ndonjë këngë të re, një klip, një projekt televiziv apo ndoshta një bashkëpunim të bujshëm me ndonjë emër të njohur. Louise, çfarë po na fshihesh kështu, po vjen hiti i verës, na e the pak se s'po durohet më, janë vetëm disa nga komentet që vërshojnë në profilin e tij. Edhe pse artisti nuk ka dhënë asnjë shpjegim apo përshkrim për krah fotove, duke i lënë ndjekësit të interpretojnë sipas dëshirës, kjo heshtje e qëllimshme vetëm sa ka shtuar intrigën dhe vëmendjen e publikut. Louise njihet për mënyrën e tij të zgjuar të tërheqjes së vëmendjes, shpesh duke i lënë detajet të flasin vetë, pa fjalë të tepërta. E tillë duket edhe kjo lëvizje e fundit, një strategji e qartë për të nxitur kuriozitetin dhe për të krijuar zhurmë pozitive rreth tij. Pas suksesit të jashtëzakonshëm që ka korrur me këngët dhe koncertet e fundit, si dhe pas momentit kulmor në finalen e Miss Shqipëria, ku u shfaq me vajzën e tij Luna Mari në krah duke mbështetur Kiarën, Louise Ailey vazhdon të jetë një nga figurat më të dashura dhe më të komentuar të skenës shqiptare. Një gjë është e sigurt, kur bëhet fjalë për Louise Ailey, çdo detaj, çdo postim, çdo heshtje mbart një peshë dhe një pritshmëri të madhe. Dhe këtë herë, me vetëm 2 foto, ai ka arritur të bëjë sërish atë që di më mirë, të tërheqë vëmendjen dhe të lërë publikun në pritje. Tani na mbetet vetëm të presim dhe të shohim se çfarë po kurdis në prapasken fenomeni Shkodran, i cili duket se nuk e ka ndërmend të ndalet së surprizuari.